edhe njëherë duhet përmend që ne kemi pas rast ku një qytetar i Komunitetit Shqiptar nga Tetova ka marrë pjesë direkt në sulmin terrorist në Vjenjë, i cili besohet dhe dyshohet se... A Zvicra vendi kryesor i rekrutimit shqiptarëve për të radikalizuar? Zvicra është njëra ndër problemet serioze aktuale, ka një numër të madh të shqiptarëve në Zvicër të arrestuar për çështën e fjalë. Autoritetet zvicrane e kanë alarmuar mund të themi të gjithë strukturën politike dhe të sigurisë atje se shqiptarët janë një problem serioz i cënimit të rendit në atje për shkak në Zvicër për shkak të angazhimit në çështjet që kanë bëjnë me radikalizmin, ekstremizmin dhe terrorizmin fetar dhe ndërlidhje atyre me aktivitetet që janë me komunitete të tjera në Gjermani, Austri dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian. Po rrojnë planeve gjithmonë po i bën Serbia, po i rekruton, po i gjen figurat e njohura, po depërton brenda familjeve, po i rekruton njerëz dhe nga ata njerëz që kanë lindur mbase në Zvicër, në Gjermani, në një ambient liberal, demokratik, ku respektohen drejtat dhe lirit themelore të njerëzit, për shumë shpesh ndrohen në kamikaz. Të jeni të sigurt. Si është e mundur kjo Elezi? Në analizën tuaj, meqense nga 99-a, ka qenë edhe ish ushtari i UÇK-s, kur këtë ushtri me kauzë fisnike, po kjo Serbi tentonte ta njolloste me motivacionin fetar që po bënte luftë fetare ndaj Serbisë. Që atëherë ka qenë përpjekja, por aktiviteti janë shtuar që në vitin 2005 kur është themelu matrica, domethënë organizatore qeveritare matrica shqiptare Demo Berishës, i cili tani është ministër në qeverinë e Serbisë. Ju lutem edhe një qytetarë të nderuar, ta keni parasysh gjithmonë që gjithë ky angazhim i radikalizmit dhe ekstremizmit ka vetëm një qëllim, për të akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe shtetet të cilët kanë mbështetur lirinë tonë se mbështetja atyre ka qenë për të prodhuar jo siguri duke pasur angazhime konkrete në çështjet që lidhen me radikalizmin, ekstremizmin dhe terrorizmin, njëra nga sfidat kryesore globale aktuale. Prandaj mund të themi që fal një angazhimi që kemi pas mu dhe të gjitha atyre personat të cilët nga mbështetur kemi arritur me kuptu saktësisht se janë këto veprime cilat janë përdor duke filluar nga Shkupi, nga vendet të cilat janë Bosnia, Sanxhaku, për marrëdhënie të mira dhe lindja e mesme, sidomos personave të cilët kanë kryer shkollime atje për llogari financiare, i kanë njohur me çështje financiare për të organizuar deri tek ato që kanë ndodhur së fundi.